Këshilltari Bashkiak i Qytetit të Miniut nga CSU, Deli Balidemaj, do të zhvillojë një takim të hapur me qytetarët në ambientet e Këshillit Bashkiak të Miniut. Takimi do të mbahet nga ora 13 deri në 16 dhe synon të ofrojë një mundësi për dialog të drejtë me qytetarët dhe bashkëdhetarët me çështje të ndryshme komunale. Balidema, i cili është antar i Këshillit Bashkiak të Miniut dhe i Bezirkstag Oberbayern, është i njohur për angazhimin e tij në fushat e integrimit, përfshirje sociale, digitalizimit dhe çështjeve të komunitetit shqiptar në veçantë. Pas kalimit të tij nga Partia e Gjelbërt në CSU në tetor 2024, ai ka theksuar rëndësinë e politikave pragmatike në fushat e migracionit dhe siguria e brendshme. Takimi është pjesë e përpjekjeve të tij për të forcuar lidhjet me komunitetin shqiptar dhe për të dëgjuar drejt për drejt shqetësimet dhe propozimet e tyre dhe qytetarëve gjerman. Të gjithë të interesuarit janë të mirëpritur të marrin pjesë dhe të diskutojnë me këshilltarin mbi temat që i preokupojnë. Për më shumë informacione ose për kontakte të drejtë për drejta, mund të vizitoni profilin e tij në Facebook.